në këtë aspekt do t'ishte shumë kundërproduktive për cilën do forcë politike që të bashkonte, mendoni çfarë do të ndodhte nëse të gjitha palët politike do bashkoheshin në një tryezë dhe të binin dakord të ndryshonin kushtetutën dhe të zbehnin, po themi, rolin apo misionin e prokurorisë posaçme. Unë besoj që politikisht duke folur dhe moralisht duke folur, ky do ishte fundi real i politikës në vend. Kështu që gjithsesi le të shohim se si do shkojë, por unë besoj se nuk do ndodhë. Nëse mund t'ju marrë një koment fundit, duke qenë se jemi në minutën e fundit të kësaj bisede së bashku, mendoni që SPAK do të vijojë tjetë institucioni më i besueshëm edhe për vitin 2026, apo politika do t'ja vështirësoj jetën në atë pikë që mund të nisi betejë, mund të themi, jo të ndershme institucionale? Shikoni, unë kam përshtypjen që në aspektin e besueshmërisë publike, politika është ende në ngërçin e avokatit popullit. Kështu që, deri që ta kaloj atë ngërç, ka kohë që politika të vijë dhe të konkurrojë për besueshmëri. Unë do të çmoja shumë që media të ngrijej në besueshmëri. Shanset janë të diskutueshme dhe le të presim dhe të shohim se me sa guxim individ në media mund të tentojnë të rindërtojnë besueshmërinë, të themi, e saj si institucion, qoftë edhe në nivel personal. Kurse në tërësi, unë kam bindjen që në tërësi ne si shoqëri jemi në një moment të krizës së vlerave. Dhe si e tillë, praktikisht, ne nuk jemi dot më në gjendje që të ndërtojmë besim. Prej vite shqiptarët janë inspiruar që të mos votojnë pro diçkaje, janë inspiruar që të votojnë kundër diçkaje. Në tërësi në vizionin tonë, ne nuk ngrihemi duke ngritur të tjerët, ne ngrihemi duke ulur të tjerët. Ne kemi ndërtuar një ekonomi që quhet zero sum economy, që është ekonomia e shumës zero, që unë të kem një gjë duhet ta humbësh ti që ta fitoj. Sepse ne nuk dim të shtojmë vlerë, ne nuk dim të shtojmë vlerë. Brenda kësaj tërësie të krizës që vendi kalon, është normale që kriza e besimit të jetë në ballë dhe të parapri. Fakti që ka një institucion që besohet, thot mjaftuesh. Sepse ishte e pritshme, ishte më e pritshme që të mos kishte dot një institucion që besohet. Por SPAK-u besohet sepse SPAK-u është kundër diçkaje dhe është pjesë e gjedhës mendore me të cilën krijohen format e të menduarit në shqiptari. Dhe thënë, të jesh kundër diçkaje, të votosh kundër diçkaje, të ballafaqohesh me një gjë, do të thënë për ta ulur atë. Pra në tërësi, dhe SPAK-u është përballë kësaj lloj gjedhe mendore, është kundër diçkaje, është kundër, le të themi, politikanit arrogant apo kundër, le të themi, njeriu të pasur apo pra në tërësi le të themi pjek me atë që është pritshmëria psikologjike apo psikosociale e individit. Dhe në të pikpamje ka arritur ta përftojë edhe këtë besueshmëri. Sa më aktiv të jetë në këtë drejtim, aq më i besueshëm do bëhet. A do të jetë SPAK-u efektiv në këtë veprim? Këtë nuk mund ta parathemi. Besueshmëria e tij s'ka lidhje me efektivitetin e tij. Janë dy ngjarje të shkëputur. Efektiviteti i SPAK-ut është ndërtimi një cikli juridik, procedurial, të besueshëm dhe të drejtë. Ndërkohë që në fakt veprimi i tij më shumë ka qenë veprim publik, sesa veprim institucional. Tash numri i njerëzve realisht të dënuar në vend është shumë i vogël krahasuar me numrin e njerëzve të cilët janë ndaluar apo janë ekspozuar për probleme që padyshim qëndrojnë. Padyshim shënojnë një arritje shumë të madhe dhe unë do të ftoja të gjitha palët politike ta rikonsiderojnë platformën e tyre të bashkimit mbi bazën e një elementi. Mbështesim pa kushte, pa rezerva, drejtësinë në ndërtimin e një procesi i cili kufizon fuqitë politike në shkëmbim të mbështetjes publike. Kjo është çështja. Zoti Bala, faleminderit për analizën tuaj, besoj që tepër frymëzuese për teleshikuesit tanë, sidomos sa i përket konceptit të ngritjes së besimit te institucionet e drejtësisë ku
sidomos çështje që partitë politike nëse duan të krijojnë veten e tyre do të shprehin që janë pro drejtësisë së pavarur. Kënaqësi që ishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë së bashku. Faleminderit ju. Faleminderit për ftesën.